Një tjetër sulmi armatosur ka ndodhur në një shkollë në Turqi ku si pasojë kanë humbur jetën 4 persona, mes tyre një mësues dhe 3 nxënës. Sipas autoriteteve turke, autori i dyshuar është një nxënës i klasës së 8, i cili dyshohet se ka marrë armën e babait të tij, shpunonjës i policisë. Ai kishte me vete disa armë dhe municione dhe ka qelluar në 2 klasa të ndryshme. Sipas mediave turke, sulmuesi fillimisht qelloi në ajër në oborrin e shkollës, më pas hyri brenda shkollës dhe vazhdoi të qellonte. Pas raportimeve për të shtëna me armë në vendngjarje mbërritën menjëherë forca të shumta policie dhe ekipe emergjence. Autoritetet konfirmuan viktimat, ndërsa rreth 20 persona të tjerë raportohen të plagosur. Ministria e Drejtësisë bën me dije se është hapur menjëherë hetim për ngjarjen, ndërsa disa prokuror janë angazhuar për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj. Për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, është vendosur edhe ndalim publikimi për detaje të hetimit. Ndërkohë, disa ministra të qeverisë turke janë nisur drejt zonës për të ndjekur nga afër situatën dhe për të koordinuar agimin institucional. Një tjetër sulm i armatosur në një shkollë ndodhi një ditë më parë në jug të Turqisë, ku një person ishte nxënës i asaj shkolle, siç rezultoi më pas. Hyri nëpër klasa dhe plagosi me 10 persona, përfshirë mësues dhe nxënës.